Kosova zyrtarisht njihet nga Bashkimi Evropian si vend i sigurt për azil. Bashkimi Evropian ka shpallur Kosovën dhe 7 vendet e tjera si të sigurta për azil. Sipas njoftimit bëhet e ditur se Këshilli ra dakord për qëndrimin e tij mbi 2 pjesë të legjislacionit të BE-s që do të forcojnë zbatimin praktik të koncepteve kryesore të vendit të sigurt në rregullat e azilit të BE-s. Në njoftim thuhet se këto ligje të reja të Bashkimit Evropian për migracionin synojnë të vendosin procedura më të shpejta dhe më efektive të azilit për ata që nuk duhet të marrin mbrojtje brenda BE-s. Në lidhje me këtë, ministri danez për imigracionin dhe integrimin ka thënë: "Jam i lumtur që ne, shtetet anëtare, kemi rënë dakord për një çështje të përgjithshme për rishikimin e konceptit të vendit të tretë të sigurt, i cili u lejon shteteve anëtare të bëjnë marrëveshje me vende të treta të sigurta për përpunimin e azilit jashtë Evropës." Sipas vendimit të Këshillit, Kosova është përfshirë si vend i sigurt i origjinës. Kjo do të thotë se aplikimet për azil nga qytetarët kosovar mund të trajtohen në mënyrë të përshpejtuar. Vendosja e Kosovës në listë bazohet në vlerësimin se vendi ofron mbrojtje të mjaftueshme kundër përsekutimit dhe shkeljeve të rënda të drejtave themelore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se çdo kërkesë azili nga Kosova do të refuzohet automatikisht. Çdo aplikim individual mund të shqyrtohet nëse ekzistojnë arsye specifike për mbrojtje.